Kur mendojmë për agrume, shumë njerëz mendojnë për vitaminën C. Megjithatë, një portokall nuk kryeson listën e frutave për përmbajtjen e vitaminës C. Guana, kivi apo një filxhan uleshtrydhe kanë më shumë vitaminë C se sa një portokall. Vitamina C është një nga antioksidantët e dobishëm që gjendet në ushqimet tona dhe që mund të sigurojë mbrojtje kundër sëmundjeve të zemrës dhe tumorit. Përveç kësaj, vitamina C rrit imunitetin qelizor duke nxitur aftësinë vrasëse të qelizave të bardha. Biologu Zev Gjeta na shpjegon më shumë për familjen e agrumeve. Zev, përshëndetje dhe të falenderoj që pjesë e rubrikës sonë. Faleminderit, mirë se erdhët përsëri. Në këtë rubrikë do të bisedojmë për familjen e agrumeve, për të kuptuar më mirë prejardhjen e tyre, kultivimin, ndoshta dhe vlerat e tyre ushqimore. Normalisht është një familje shumë interesante me origjinë dikun nga Azia e afërt dhe Azia e largët, por që tashmë kanë zënë vend në të gjithë botën. Baza e tyre është kryesisht trifoliata, por edhe agrumja egër. Të dyja janë natyrisht agrumet egër, por njerëzit janë më të familiarizuar me trifoliatën ose me trigjethoren. Praktikisht ajo është një bim përsëri agrume, e cila është me gjelbrim gjithvjetor, por ka gjëmbat karakteristike. Ajo është një bim shumë rezistente dhe për pasojë përdoret gjithmonë për nënçartesë. Në Shqipëri janë të njohura të gjitha llojet e agrumeve, por për fatin jo të mirë, vetëm një pjesë janë përhapura shumë. Për shembull, për çdo njeri është i njohur portokalli, është i njohur mandarina, është i njohur limoni përgjithsisht, por më pak i njohur është qitroja, e cila është një frut me shumë vlera. Normalisht të gjitha këto frutat të kësaj familje janë shumë interesante dhe shumë të shijshme për njeriu. Dhe ato janë jo vetëm për nga cilësia ose nga shija, por edhe për nga përmbajtja janë shumë të rëndësishme për organizmin e njeriut, sepse ato përmbajnë shumë vitamina, përmbajnë karbohidrate të cilat janë shumë të tërheqme në organizmin e njeriut, por gjithashtu përmbajnë edhe elemente të tjerë të cilët janë, po them edhe vajra bimor, edhe siç tham sheqera dhe shumë vitamina. Është interesante të thuhet që limoni përmban një sasi të lartë sheqerash, më shumë krahasuar me shumë perime. Njerëzit nisen nga ajo aftësia që t'jep limoni dhe mendojnë që, madje e kam parë diku edhe me një quiz, që njerëzit gabonin, nuk e dinin që limoni ka mjaft sheqera. Për pasojë, këto vinë në organizmin e njeriut nëpërmjet konsumit të frutave të limonit, por është me rëndësi të thuhet që këto sheqera janë shumë të tërheqme, shpejt të asimilueshme, shumë lehtësisht të asimilueshme nga organizmi i njeriut. Për pasojë, këto vlera që kanë ata pra, sheqerat, yndyrrat që janë shumë të tërheqme dhe shumë të mira, pra kur nuk të japin kolesterol, por edhe vitaminat që ata përçojnë tek trupi i njeriut, duke filluar nga vitamina C, D, grupi i vitaminave B, dhe këto janë shumë të rëndësishme. Gjithsesi duhet themi që konsumi i tyre duhet të organizuar jo vetëm në raste festash, jo vetëm në raste okazionale, por familjet shqiptare duhet të planifikojnë që të blejnë dhe të konsumojnë sa më shumë agrume. Dhe këto agrume janë duke filluar që nga limoni, i cili do të përdoret si në supra, në çajra edhe në elemente të tjerë, por edhe portokalli, limoni, por në veçanti qitro. Qitro bën shumë mirë për qarkullimin e gjakut. Lufton shumë kolesterolin. Ai tret shumë lëngu pra që përmban vetë qitro, është mjaft e mirë për tretjen e yndyrrave në trupin e njeriut. Pra ajo e quajtura kolesterol luftohet shumë mirë duke ngrënë, duke konsumuar minimalisht një gjysmë qitroje në ditë. Dhe konsumi i saj është shumë i lehtë në qoftë sepse për shumë njerëz përbën një shije, ju duket shije keqe sepse nuk janë mësuar dhe nuk kanë punuar me veten e tyre për ta mësuar gojen apo gjuhën e tyre, shijen e tyre me këtë të qitros. Ajo mund të përzihet me portokalle, me limon dhe bëhet një lëng i përzier i cili është fantastik, është shumë i mirë. Përndryshe, mund të qahet qitro për gjysmë në kundra atyre ndarjeve o thelave që ka dhe aty hedh pak sheqer.
dhe hahet me lugë shumë mirë, madje këtë aplikojnë edhe tek fëmijët apo tek ato njerëz që nuk janë mësuar, por ajo formohet një si çini, si pjatë, si thuash, si pjatë supe, edhe hat me një lugë edhe është shumë e shijshme. Sasia e sheqerit është e mirë që të mos ta kalohet shumë sepse edhe sheqeri është një helm i bardhë siç e dim, por sa për të thyer atë shijen e parë dhe pastaj gradualisht duke mësuar njeriu dhe do ta shtrydh dhe ta pi lëngun e qitros. Natyrisht që ka edhe një të panjohur mirë që është limoni jeshil apo limoni i vogël, i cili është kryesisht në Azi dhe ai ka filluar të hyjë edhe në Shqipëri, ai gatuhet dhe përdoret në forma relativisht më specifike, por është thuajse i njëjtë për nga karakteristikat me limonin e zakonshëm, limonin e verdhë që neve kemi. Agrumet në Shqipëri kanë filluar të përhapen, ato po kultivohen edhe në zona kodrinore apo relativisht të ulta. Kjo po ndodh kryesisht në zonën e jugut dhe kryesisht në Sarandë, të cilët po kultivojnë në plantacione me mandarina, me limon apo edhe me portokalle. Është rikthyer në tradita, por përgjithsisht don kujdes. Natyrisht që unë mund të them që për shembull në Velipoj janë disa ferma të cilët kanë mbjell mandarina, natyrisht kanë edhe pastaj edhe portokalle dhe limon në ndërto, por janë shtuar këto. Duhet një njohje më e mirë nga ana e kultivuesve, por edhe agronomëve në mënyrë që të marrim kapacitetin e plot nga këto bim. Pra, ti kultivojmë, por të marrim kapacitetin e plot. Të vjen mirë që dëshira për të kultivuar këto është rikthyer dhe është mirë që të shfrytëzojmë kushtet atmosferike, klimatike dhe toksore që ka Shqipëria për t'i vënë në dispozicion të tyre prodhime të cilat janë shumë të mira për organizmin e njerëzit. Ato mund të kultivohen fresta, por nga ato mund të edhe të thahen, ato mund edhe të prodhohen lëng frutash, të cilat janë të mira, të shkëlqyera dhe shumë herë më të mira se sa lëngjet industrial, të cilat bëjnë gjoja që janë lëng frutash, por praktikisht organizmi i njerëzit nuk merr ato tregues që për cilët paguan.